Ndonë se është në javën e fundit si ministër, Erion Veliaj vijon të bëj apel të rinjve shqiptar të zgjedhin arsimin profesional si një mundësi e mirë për të gjetur një vend pune në të ardhmen. Apelin ministri Veliaj e ka ripërsëritur edhe në Durrës, ku mori pjesë në përurimin e përfundimit të punimeve në shkollën e mesme gastronomike Hysen Çela në Durrës. Sipas Veliajt, tashmë të rinjtë dhe familjet e tyre e kanë kuptuar rëndësinë e arsimit profesional. Pra nëse gjithë tjerët i çojnë fëmijët nëpër universitete ose në gjimnazet përgjithshme, gjithmonë prindrit janë me mëdyshje. Ti mësoj fëmijës tim një zanat, diçka me cilën do të jetoj dhe do të siguroj jetën, apo ti siguroj fëmijës tim një diplomë. Më vjen mirë që gjithë prindrit tuaj kanë marrë vendimin e duhur dhe më vjen mirë që gjithë prindrit tuaj ju kanë çuar në shkollë profesionale sepse është e vetmja që garanton punësim në kushtet e një tregu që kërkon më shumë njerëz që dinë zanate sesa njerëz që dinë diploma. Pjesëmarrës në takim ishte edhe kreu i Bashkisë Durrës Vangjush Dako, i cili edhe këtë zgjedhje do të garojë për një mandat të tretë nën siglën e Partisë Socialiste. Dako nuk haroi të uronte suksese Veliajt në garën për Bashkinë e Tiranës, teksa nuk nguroi ta cilësonte atë si fitues. E gjithë investimi apo i gjithë vëmendja jon është orientuar drejt shkollave profesionale. Në këto momente kaq të vështira, në këto momente ku tregu i punës kërkon njerëz profesionist, kërkon njerëz të aftë të përballojnë këtë situatë. Unë jam i lumtur dhe dua të përshëndes ministrin, kolegun tim të ardhshëm Erionin, dua ta falenderoj atë për punën e madhe që ka bërë. Godina e shkollës së mesme gastronomike Hysen Çela në Durrës i është nënshtruar një rikonstruksioni të plot. Shkolla prej 24 vitesh përgatit specialistë të aftë në fushën e hoteleri turizmit.